A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selamun alaikum hoç. Aleikum salam. Si kalove? Elhamdulillah mirë. Mas gjumos, hudbën. Po, elhamdulillah sot ditë, festë ditë. Veç interesant, hoxhallar kur e kryin hudbën pak janë si çlirum, edhe e kena kryin në detyrë dhe mos tashin. Vallai, hoxhallar për veti kallzoj deri momentin që jap selam jam stres. Momentin që jap selam në të farz të gjumos, atëherë do të thonë lirona pak. Alhamdulillah. Hoxho, kena me fol për umrën, një ibadet madhështor. Së fundmi, do më thonë, si që dina i të marrë edhe me organizim të umrës, me agencionin El Aksa Travel Shkup. Alhamdulillah, interesimi madh i muslimanëve në Shkup, në Kosovë, në Shqipëni, në Ballkan, përgjithësi, për me shku në umrë. Shiko, vizita e Qabës është më shumë përjetim që ka e përjeton njeriu sa mundet me e përshkru. Definitivisht. S'për shkruat? Nuk për shkruat. Me marrë libër me kallzu, në më thonë, djenjat, ndoshta se në gjon fjallë. Atë që ka e përjeton njeriu, në më thonë, e kemi pa shpesh herë prej umregjive, në më thonë, të cilët kanë qenë me ne, po me tjetër kanë, në më thonë, i dalin lot, edhe pse ndoshta ai nuk ka dëshirë që me i pa lot dikush tjetër, ama i dalin vetë, edhe e pysë, çka ki pse po kanë. Të vetë nga zemër për më dalin, duke e pa Qabën. E ma shumë të vizita që shkojnë është një përjetim në të në shpirtëror me zemër, se sa që mundet me përshkru me fjallë apo në këtë emision. Po du të me di se e vizitonëri i cili e viziton Qabën, atë janë misafir të Zotit. Misafir të Allahut. Ti paramendo nëse të fton dhe një minister, dhe një kryetar shtetit, në thonë ose dhe një kandidat për kryetar komunë. Para menon, të fton shemo ta cakton mas një javë me shku. Ndoshta cellë javë nuk zë xhumi. Edhe çish kimu vesh, çish kimi shku, kush ka me të prit në Facebook mos se jam të shku në takim. Haxhia dhe umrexhia në misafir të Zotit. Edhe pastaj njeriu kur shkon atje, shkon e viziton vendin apo e shef ku ka lind pejgamberi alayhis salatu wasalam. Që sot ne muslimant i ndjekim fjalët e tij. Edhe ti shkon njeriu më i famshëm në historinë e njerëzimit. Sallallahu alaihi wasallam. Kur shkon ti me pa vendi ku ka lind, vendi ku i ka shpallja, vendi që është mshef, në shpellën Thawr, në të pastaj shkon në Medinë, vendin lufta e Uhudit ku është zhvillu, lufta e Hendekut, Bedrit, andaj Vari. Po edhe vonri pejgamberit alayhis salatu wasalam, xhamia e tij, këtë këto ta bëjnë një përjetim, në ato që muslimani se haron asnjëherë. E kur i shef, shiko, ndoshta 40-50 vite ai ka ngu derse, ka ngu ligjërata, ka ngu në ato kur ka lind, kur ka vdek, që ka bëu hijret. E tash njeriu kur shkon me vizitu shtëpinë e Allahut, në ato këto vende, andaj këto janë një përjetim që nuk përshkruan asnjëherë. Po, në më thonë 40 vetë kanë ngu derë se pejgamberi, e tash ti po shkon të vendi ku i ka vepru, ku i ka fola do fjallë pejgamberi sallallahu. Ose ku ka hes, në vendin Medinë, ku ka hes, apo në Mekë. E këto unë kam po nga udhëtimet e tona, kur ke nis me kallzu, shembull, këtu ka jetu, këtu ndoshta ka shkel pejgamberi alayhis salatu wasalam. Njerëzit duke net i shef lotët duke ju dalë. Në tonë umrëgjive, haxhive. Në tonë, e kjo është nga imanin, nga dëshira, nga imanin që ka e kanë, apo që ka e kanë pas, mërina sa viteve kanë ngu ders, e Allahut jo çdo kujna ja mundson me shku. Shiko, shkon njeriu në ato vende që ka iman. Unë shpesh herë ju tham njerëzve, jo që vini, Allahu ju ka zgjedh, se shumë njerëz kanë parë, shumë njerëz kanë miliona, nuk shkojnë, nuk ja mundson Allahu. Për 100.000 arsye. Ne kemi rast unë shembull një nga familjarët e mi më patoni një nga rastat
Tha hoshta, unë jam konë, tha, kam mos. Kam në Amerike, në Spanjë, në Dubai. Thash, ti si e kon kërkuni. Pse? A di që habit. Thash, a e kon me kënë Medine? Tha, jo, be, tha, si jam konë. E po thash, që sa falësh, që ka vite. E po thash, e po ti ka këtë jesh ka qabja. E ti s'ke shku, Allah të ka dhënë pasurije, s'ke shku në ato vende, shemo ti sot e shef në televizia, po këtë jesh nga e qabja. Me shku me i po vende ku ka lind, ku ka vdek pejgamberi sa luftat që janë bëu sen, historie ti. Tha po be, tha, nime, tha, s'jam kon kërkuni. E kështu që njeriu shkon ato vende, ai cili ka iman, ka besim, në ato është namazli, edhe ka dëshirën apo atë kënaqësinë e Islamit apo dëshirën e pejgamberit asem edhe për atë Allahu do të thonë ja mundson atyre që kanë iman për me shku me vizitu. Jo atyre që kanë para ose pasuri ose pozite kështu me radhë. E vërtet është se ç'tash frikë që kesh ngusht, i shifsha i postosha video dhe foto në rrjetet sociale, kishte komente shumë të mira. Ban dua për neve, Allah i ma mundsoft edhe mua në këne auton, por kishte edhe komente të këqija të islamofob, rap, të fleq, jo kështu, jo se thash s'pana Allah, thash, qish janë njerëzit me iman edhe pa iman. Po pastaj thash nuk jam mundson Allah çdo kujt Allah nuk jam mundson aty me shku aty. Allah jam mundson njeriu që ka iman, ka besim, ka dëshirën për Allahun, për pejgamberin alayhis salam. Hoxh, na trego pak për vlerën e umrës, se non stop përmendet umre, ka më shku numre, ashtu shku numre. Po. Vlerën, na trego vlerën, çfarë vlerë ka shkuarja në umre? Vlera e umrës është përmendur edhe në Kur'an. Njën nga obligimet njeriu i cili i plotson, sikurse janë haxhi edhe umreja, i kanë obligimet e veta, nëse njeriu i plotson ato kushtet, ka parë, ka shëndet, është udha e qel, e ka obligim. Shembull, haxhi është shtyllë e imanit, e islamit. Një nga shtyllat e islamit është edhe haxhi, me krye haxhi. Umreja është sunet, nuk është obligim. O sunet, po Allah xhaleshon e përmend si ibadet, si adhurim. Ku thotë atimul hajja wal umrata lillah. Bëjeni haxhin edhe umrën për Allah. Sa qartë. E ka përmend Zoti një nga ibadetet e Zotit është edhe umreja që të bëhet vetëm për Allah. Pastaj ka shumë hadithe ku pejgamberi alayhis salatu wassalam neve na tregon për vlerën e umrës. Është një nga sebepat që umreja të fshin gjunahet e njeriu. Është më afër Zotit. E njeriu kur shkon në umre, edhe të fshihen gjunat, ma let pranohet edhe duaja. Ka shumë hadithe, do t'i cekim një dy hadithe. Një hadithe. Këtë hadithe nëse ka nevojë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, mes dy umreve, mes dy xhumajave, mes dy Ramazanave, Allahu xhaleshanu t'i fal gjunat e vogla. Se gjunat e mëdha suno falen me taube dhe istighfar. Shembull, kur njeriu bën një mëkat të madh, mëkatet e mëdha sikurse është një pi alkool. Po. Duhesh me qu, duhet edhe me përmend emrin. Shembull, kur ti i fal dy recë, merr abdes, i fal dy recët, edhe i thu o Allah, këtë mëkat ma fal se më ka mashtruar shejtani, nefsi e kështu me radhë. Kurse gjunat e vogla fshihen me veprat e mira, sikurse është edhe umreja. E umreja momentin që i shkon gjunat e vogla të fshihen që i ke bë të kaluar. Me automatizëm. Pastaj thot pejgamberi sa me një ditë tjetër. Vazhdoni duke bë haxh dhe umre, sepse Allahu xhaleshanuhu ai cili bën haxh dhe umre, Allahu ja shton rrezikun, edhe ja fshin gjunahet, sikurse që i fshin ajo kiselina apo ai zjarri që e djeg atë drishkun. Keni po kiselina ku ja gjun në hekurin, drishku që del, çashtu edhe umreja ti djeg apo ti fshin gjunat e tuja. Edhe shiko, një nga momentet ku nuk pranohet duaja është edhe njeriu kur ka mëkate apo. E momentin që i shkon atje edhe bën një umre, Allahu xhaleshon ta shton në rrezikun sepse ti bën dua. Bën dua i thu Allah ma shton rrezikun, ma shton shumë pasurinë, ma shton evladin. Andaj është momenti njeriu kur shkon dhe sillet rreth çobës, është momenti ku pranohet duaja.
Edhe çdo hap çka e ban e kije thot pejgamberi alayhis salatu wasallam ka një sevap. Çdo hap çka sillesh aty rreth Qabës të fshihet ka një gjuna. Domethënë një hap, një sevap. Një hap, një sevap. Një hap fshihet një gjuna. Andaj këto janë momente çka domethënë janë vlerat e umrës edhe pastaj e kije një namaz e kije aty në Qabë sa 100.000 namazë më fal në Shkup ose në balkon. Një namaz. Nalu pak kështu, nalu. Kjo shumë është madhështore, 100.000. E këto kujt ja mundson Allah vetëm atij që ka shkon në Qabë, numre. Do të thonë e fal drekën, shkruhet sa 100.000 me laçja, Allahu faktikisht i shkruan 100.000 namaze. Ç'është? Po. Subhanallah. Kjo është fjalë e pejgamberit alayhis salam. Mekë. Po në Medinë 1.000 namaze. E kujt ja mundson këto sevape? Do të thonë ato që shkojnë numre janë me fat. Po normal. Si e cekëm edhe në fillim. Do të thonë Allahu jo çdo kujt na mundson, aty na çka mundson, shkon dhe i shfrytëzon edhe këto të vlerat. Po xho, në ditë kena me vdek këtë. Ishte ai që ka shku numre shpesh, ka shku shumë ose një herë ose dy herë, aty i dalin në peshore ditën e gjykimit një namaz 100.000. Sigur mu pas fol 100.000 namaz, po flas, aty kur ti mbledhsh aty me miliona. Subhanallah. E pastaj ki ujtin e Zemzemit aty, pastaj është ujti i Zemzemit, ujti i bereqet, ku njeriu shkon dhe pin, shemë për ilaç. Do të thonë këto pejgamberi alayhis salatu wasalam uji i Zemzem është për çka ta pish. Shkon dhe e pin, shembull ata që s'kajnë fëmijë, ata që kanë probleme shëndetësore. Unë ta kallëzoj një rast, do të thonë ndoshta dikun e kam kallëzu. Babam rahmetlia. Do të thonë ka qenë Allahumma amin. Ka qenë në vitin 2003 në Haç. Edhe e ka pas një mish të egër të koma. Edhe sa ka net 10 ditë, 15 ditë. E ka linë non stop me Zemzem. Kur atë shtëpia ju hub. Subhanallah. Kjo është mrekulli konkrete. Rast do të thonë konkret që e kam përjetuar. Subhanallah. E shumë njerëz shembull kanë ardhur ka libra që kallëzojnë në histori, domethënë të muslimanëve, ka ardhur i verbër, s'ka pa. I ka li, domethënë, ka marr abdes me ujë Zemzem, domethënë e ka la fytyrën me ujë Zemzem edhe i kanë ardhur syt, i kanë ardhur pamja. Kena lexuar raste edhe kanceri u ka largu. Edhe kanceri. E kjo është, domethënë, ajo vlera e shkumjes atje. Domethënë njeriu që Allah ja mundson, shkon i shfrytëzon. Edhe momentin që ka nisësh ke shkruat ibadet se i të shkuar për një adhurim që Allah e ka përmend edhe në Kur'an edhe në sunetet e tija pejgamberi alayhis salatu wasalam. Për ato është të mirë. Vlerë e madhe. Ai që ka mundësi është të mirë, shkon ta viziton. Domethënë edhe normal është edhe haxhi, domethënë shtylla e Islamit, njeriu i cili i ka mundësiat për me shku. Po tash momentet e fundit njerëzit shkojnë numre, domethënë po flas, plesh të cilët i kanë bërë ka 60-70 vjet. Vin numre sa ata nuk kanë mundësi me bëu haxhin. Ose se haxhi pak më i rënd. Është më rënd edhe është dush me pas parë. Bukfalisht. Sa u bon 7.000. 7.000, domethënë 7.000 janë 1.000 gjep, 8.000, 9.000 dush me pa. E tash Allah çdo kujna Allah nuk ja ka mundsu 8.000, 9.000 me pas. E tash i bën 1.500 apo 2.000, thot bilet shkoj mos të mirë se djeg, shkoj ta vizitoj. Se edhe me vdek bile me kam pa çaban. E për këtë shkak njerëzit tash bon, domethënë shkojnë shumë. Po të interesimi më me shku në Qabe. Me shku, domethënë ta vizitojnë atë shtëpinë e Zotit. Hoxhë, a ka mundësi më na tregu çish bëhet umreja? Po, fillimisht umreja bëhet duke bën nijet. Nijetin e umrës janë do kufina para se me shku në Qabe. Shembull nëse shkon në Medinë, prej Medinës e kinja 15 kilometër apo 17, në tonë çati pare, dol Hulejfe, që aty është xhamia, që aty është vendi që bëhet nijeti. Nëse shkon me aeroplan Gjidde, dush me bëhet nijetin në aeroplan, para se me zbrit aeroplanin në Gjidde. Nëse vjen ka Jemeni, në tonë, janë një 5-6 kufina, në tonë, para se me shkue në Qabe, pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka caktuar vendet ku bëhet nijeti. Nëse kalon ka jo rrugë, fillimisht e bën nijetin duke thënë lebejk Allahumma umratan. E bën nijet për umre, tu përgjigje Allah me umre. Po momentin që e bën nijetin, dush me vesh 2 ihrama, 2 peshkira të bardha, e cila simbolizon qefinin tanë kur ki me shku ta Allahu Gjellëshana. I hek teshat për meshkujn,
se femrat ashtu si janë, do të thonë ashtu edhe e bëjnë niyetin. Te meshkujt i hekin gjitha teshat që ka kanë në trupin e tij. Me të mbrëmshme, Me të mbrëmshme komplet. Edhe i vesh ato dy hirama, edhe e ban niyetin, edhe thu lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak deri në fund, derisa të shkosh në Qabe. Momentin që të shkosh në Qabe, çka lejohet, çka s'lejohet kur i ki vesh ihramit. E tash çka lejohet me hongër, lejohet me pi, domethënë lejohet me flet me ato tesha, po nuk lejohet me mbulu kokën dhe me mbulu komt. Nuk lejohet Çish komt. komt me qerapa. Aha, me qerapa. Ose kur të flen. Po. Kur të flen shembull nuk lejohet me mbulu e komt, shembull me çebe. Dush me pas komt, domethënë të shplume. Edhe kokën zguzon me mbulu. Edhe as kapela s'kuzo. Mundesh me marr çadër shembull me pas hija, ma kapel, kapuç diçka jo. Zguzon me përdor parfem. Zguzon me flet me një çan ton ato që janë burgru. Po ndërpres domethënë Allah, është një detaj shumë interesant ta ndoj me shikues. Kur thove zguzon parfem me përdor. Kur hipëm në aeroplan ne ishte herën e fundi kur kem numre, stewardët kur erdhën me na u hipshin kitëve udhëtarëve palloma të lakta. Çashta. E të ne të ishin jo për juve sa se jo jeni me umre. Domethënë nëse e ki bon niyetin, ama para niyetit s'prish punë. Momentin që i thu lebejk Allahumma umratan, tu përgjigja o Allah me umre, në thonë këto janë disa ndalesa. Ndalesa e parfimit, ndalesa e çdo sen sapun, shampon, para pallomat lakta e ki ndalume, është ndalume me flet, në thonë me një çan tant, shembull nëse janë burrë gru, është ndalume me myt ndonjë kafsh, në thonë gjallë me myt, me prej, ose me myt me gurri, ose me diçka, domethënë me shkel, domethënë është ndalume, e tash ndonjë miz, ndonjë sen, domethënë nuk prish punë. Është ndalume flokt me i prej. Nëse del një kime, shembull pa hire, pa qëllim, s'prish punë, po me marr gërshon me prej mjekrën ose flokt, domethënë është ndalume. Është ndalume me vesh gjana të kepta në trupin tan. Domethënë këto janë ato disa ndalesa. Tjerat janë këtë lejume. Nëse ndoshta kam harru diçka, po këto janë ato përgjithësi. Pastaj shkon edhe sillesh rreth Qabas 7 herë. Duke filluar nga gurri i zi. Gurri i cili është ardhur nga xheneti. Në kohën e pejgamberit alayhis salam e ka mënu pejgamberi si shenjë për me fillu tavafin. Ajo ka qenë gurri i bardh, o shprum nga melaçet nga xheneti. Pejgamberi e ka mënu, ka qenë i bardh, pastaj u zhboi i zi duke e prek njerëzit prej gjunaheve, thot pejgamberi alayhis salam u zhboi i zi. Në nga gjunahet e njerëzve të birit Ademit. E prej ati që është gurri i zi, fillon tavafi. Në 7 herë, derisa të përfundosh të gurri i zi. I thu, bismillah me shenjë e bën, nëse mund është me shku me e puth, edhe pse tash është s'mund është, në thonë se të është kallabëllak i madh. Ma herët në kohën tonë që kemi studiu, që më në kohën e verës, kina mujtë me shku me e prek, se s'ka pas. Ama tash më, në thonë, tanë vitin është kallabëllak. Po e ban me shenjë, bismillahi Allahu Akbar. Fillon, çatim baron. Pra dyti ku të vishte ajo vija, po të ajo shenja, të ajo qoshi, apet i thu me dorë, e ngrej dorën, edhe i thu bismillahi Allahu Akbar, 7 herë. 7 herë do të thonë nuk thu, se i kibo 7 herë, del i fal 2 rekate mas mekamit Ibrahim. Mekami Ibrahim është një gur që në kohën e Ibrahimit alayhis salam është përdor ajo si skele për të ndërtu Qabën. Është rrit, është zvoglu, a ka qenë afër Qabës, pastaj është largu, e Allah e përmend në Kur'an thot, mas me kamet Ibrahim falni 2 rekate. Domethënë, masi ti bash 7 herë tavaf, i fal 2 rekate mas me kamet Ibrahim. Pastaj është sunet me pi zemzem, ujë, domethënë ka në Mekën Qabë, ka sillesh. Pastaj shkon Safa dhe Merva. 2 kodra ku Haxheria e ka hec ato 2 kodra, se kur e le Ibrahimi alayhis salam Haxherën me Ismailin, edhe s'ka pas ujë, s'ka pas, ka qenë thatësi, edhe e le te ujë zemzem, që është aty mes Qabës dhe 2 kodrave Safa dhe Merva. Edhe Haxheria del nga Safa dhe Merva, hec duke shikuar mos po vjen deni familje që me veti të kete ujë që t'i japet djalit vet. Masi i ban 7 herë pin Safa dhe Merva kalon,
e ban atë udhimin. Sa kjo është larg ajo? 500 metra është, prafërsisht 450-500 metra një udhim, prej kësaj kode në atë kode. Edhe 7 herë dush mi bo këto. Prej safa fillon, në marva mbaron, e kur i ka bo Haxhira këto 7 herë, që atër ka do ujë Zemzemi, te momentit të ato vendi ku është tash Zemzemi. Edhe kur shkon aty Haxhira e shef që është një ujë duke dalë edhe i thot zem, thot ngrëmbullohu. Ngrëmbullohu se ja ka nis me dalë me të shumë. Edhe thonë ulemat mos kishin thonë Haxhira zem, mlidhë, sot i zhbon Mekja pa pllav, rreg, nga uji i tepër. Edhe pastaj ka nis me dalë kadal, sot ai ujë nuk ka të shterme. Nuk ka burimin thuhet që është nga xheneti, edhe është ujë për çka ta pish. Masi i ban 7 herë, atëherë edhe mashkulli edhe femra shkojnë i pren flokt. Femra? Po, edhe mashkulli është sunet, pejgamberi alayhis salatu wasallam ka bërë dua dhe ka thonë Allahu i mëshiron ata njerëz të cilët mas ta kryjnë umrën shkojnë i pren qel. Koxhak. Me xhilet. Se unë është si kesh nësi, dhe më thonë i bona nish kështu me asi. Hadithi është komplet, muz, i thënë arabisht, muz me xhilet. 3 ka budua, po njonin nga ata që edhe ne nëherë i shkurtojmë, nëherë i ikmi qel, edhe i ka thonë ja Rasulullah, po ai cili i shkurton, 4 herë ka thonë Allahu e mëshiron atë njeri i cili i shkurton. Nga kushtet e umrës është mi shkurtu. Nëse i ik qel te mashkulli, mirë. Nëse nuk do mi ik qel, mund është mi shkurtu. Kurse te femra, bishti i saj shkurtohet 1 centimetër. Ka në hadite ermele, sa një pjesë të gishtit, e cila është 1 centimetër, e shkurton vetëm bishtin e flokëve edhe me ketë përfundon. Po, duhet me e gjetë edhe mashkulli, edhe femra duhet me e gjetë dikan që ka dal nga ihrami, i ka shkurtuaj, edhe për me a shkurtu shembull burri grus. Burri do të me i hek flokt, që do të me pas pak si detaj, se shpeshherë njerëzit me zveti i shkurtojnë flokt, nuk ban me zveti me shkurtu flokt. Se duhet dikush i treti me t'i shkurtu, pastaj ti me shku me a shkurtu shokut tant, ose me a shkurtu grus. Jo, gjaki berbera sa dush. Po, shkon i shkurton ti, pastaj ti va shkurton ti. Ama pa ti shkurtu dikush ti, nuk gozon ti me a shkurtu tjetërt. E kjo pastaj lejohet me shkum. Çdo sent pastaj lejohet. Ama i lirje. E sa se umrën e fitove sevapin inshallah. Sen, edhe kjo është ajo sevapi i umrës që ka. Kjo sa zgjatet zotë 1 orë. Po kjo 2-3 varet pi kallaballok, varet pi grupos edhe kështu me radhë. E tash kthehemi te agjencioni i juaj El Aqsa Travel Shkup. Çka ofroni ju si agjencion? Ne si agjencion kemi shku jo si çdo tjerë, tash nuk e kemi bo copy paste apo me shiku agjencione tjerë, po kemi shku me diçka çka mu dallu për e tjerëve. Pak e shumë, se tash pazari i vogël është në Ballkan, e tash shqiptarët zakonisht e kanë zanat me bu copy paste, filoni, ata do ta bëjnë njëjtë, E ne kemi shku si agjencion sa ma let me ja letësu umregjis me shku me bo qatë ibadet, qatë adhurim. Fillimisht, vitin e kaluar kemi qenë me aeroplan nga Shkupi. Edhe si vjet jemi me aeroplan, po do oferta i kemi ka Kosova. Po vitin e kaluar e kemi pas nga Shkupi. Do të thonë Shkup, Stamboll, Gjidde ose Stamboll, Taif. Me Turkishin, që është një agjencion stabile dhe komode. Turkish Airlines. Samarat, ndoshta ka paguajt pak më shtrenjtë, po kanë qenë pak më komod. Kanë qenë me ushqime, aeroplanet pak më të mira. E parë, udhimin e kemi pas, pak tjetë umregjia tjetë pak më komod edhe mos lodhët ku të shkoje, se i ka ditët e caktuar i ka. Ditët me të njeme. E tash nëse shkon me autobuza atë ketë, shkon edhe lodhët, ndoshta edhe pastaj se ndel në qabe, senet. Ne kemi shku pak ma letë t'ja ofrojmë umregjive, për ata që kanë mundësi. Shkon me aeroplan, pastaj në Mekë i më mundu, edhe në vjetë, edhe si vjetë, me i pas hotelet afër qabës. Afër qabës, që me shku në komës, me shku në autobus.
Mos mu maltretu umregjia, plaka, shemë fëmia me shku me autobus. Se tash, shiko, njëri sa pagun atë që edhe ka shërbim. Kjo është në realitet. Po ne kemi shku me një shërbim çka pagun pak ma shtrenjtë, po ja mundson hoteli afër ja mundson me fal këtë namazet qabe. Sa është ofër që? Po tash ne çdo çdo ofertë kemi caktuar, domethënë kjo është nga cilësitë e agjencionit ton, me kon transparent. E kemi caktuar emrin e hotelit edhe kemi caktuar sa metra. Nga dallim domethënë tjerë i kam pa do oferta, imi afër qabës, i shkohet me autobus, shkohet në kom, e tash shkohet me autobus, shkohet në kom, ajo është edhe 1 kilometër, 2 kilometër. Po është mirë me kon transparent në këtë punë. Ne si agjencion e kemi çdo ofertë e kemi me detaj, e kemi cek shembull me hotel, me metra, edhe vetëm tash s'mujna me caktuar edhe dhomën. Se tash dhoma është shembull tash ne i rezervojmë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj më herët, edhe po ato është rezervimi. Shembull unë i kam shembull 20 dhoma te kjo hoteli. Edhe ajo ditë çka do të vjen që ka me shku 5 ditë apo 6 ditë meka, ajo është e rezervuar. E tash s'muj me caktuar që më prej tash me thonë që filan kati apo filan kati, po ta cakton hoteli. Por hotelin e caktojmë edhe e cekim në oferta. E cekim sa ditë a është me ushqim, me saballak, me darkë, çfarë ushqimi, çdo detaj e cekim. Edhe hoteli afër është një privilegj për umregjion se ja mundson me fal këtë namazën qabe. Tash ne cekëm pak më herë se një namaz sa 100 namaze. Po. Edhe hoteli afër ta mundson me fal këtë namazën qabe. Hoteli afër ta mundson me shku me prish me ndresh abdes shembull të hoteli noton ku banon. E mos me prit atin kallaballëk se tash është mos çdo muj ka kallaballëk. Me shku mos me prit atje që janë ato WC-ja, toaletat e xhamisë shembull ka 15-20 minuta, po kur e ki hotelin afër, shkon WC-n tonë. Shkon WC-n tonë, prish merr abdes, pushon pak, shkon apen qabe kështu me radhë. Edhe në Medinë domethënë kemi domethënë hotelin afër, domethënë që është shembull zakonisht edhe në vjet edhe si vjet është 150 metra, 200 metra, domethënë mundohemi me pas tash hotelet edhe në Mekë edhe në Medinë me 5 yje, me qenë afër, e tash në herë kena me 2 ushqime, në Mekë në herë me 1 ushqim, varet për ofertës, domethënë çka e zojmë, po i kallxojmë agjis, domethënë i kallxojmë, se kjo është e drejta e umregjisë me ditë çdo detaj. Se ti të shkon me një vend që je të shkon një herë në jetën tënde. Nëse djerë në jetën tonë, që më ta mundson Allah njerë. E tash është mirë me ja kallxu detaje, dhe umregjia ka plotësisht të drejtë me lip ofertën të shkruame edhe çdo detaj. Se janë do tash s'm takon më me fol për agjencionet, po me i pas parasysh do detaja, shembull thot hotelet janë me 5 yje. Po cili hotel nuk të kallxon? Ose kemi udhëheqës, po cili është udhëheqës nuk ka. Ne çdo ofertë e kallxojmë hotelin, e kallxojmë kush është udhëheqës. Shumë zakonisht kur jam unë aty e çes edhe fotografin time, kur është dini tjetër çes filan hoxhe, që më ditë se është me rëndësi, edhe agjencioni edhe udhëheqësi me kanë shkon se shpjegimet e njeriu i cili ka jetuar aty edhe i din vendet, kur ti shpjegon është shumë më rahat ki mundi se sa i cili ka shku një herë edhe ka me të shpjegu në shembull, ajde që kjo është qabja, shkon qabe, çka dush me bo, çka s'dush me bo, mës me dit, domethënë shkon në vjen, asnjë informat nuk merr, e mendoj që kjo është pak si me thon tash me një gjuhë jo korrekte për agjencionin, por edhe për umregjin, i jep 1.500 apo 2.000 euro edhe kthehet asnjë informat, asnjë detaj s'ka ngu, se ka përjetu. Çka po du me thonë? Po du me thonë me fjalë shkurta, umregjia është mirë, se tash janë qelë shumë agjencione, edhe umregjia është mirë të lip nga agjencioni detaj, çdo detaj të shkrume, ku jam të shku, me kanë jam të shku, se njerë ki me shku njëtën tënde. Edhe nëse ti e kjo udhëheqësin e mirë, ta shpjegon, ja vlen edhe shembull edhe me dhon edhe 50 edhe 100 euro, sepse nuk shkon për s'diti. Edhe momentin që ti kallxon dikush që ka qenë 10-15 herë, ose ka qenë njëri i cili ka jetuar atje apo ka mësuar atje,
shumë më mirë se njëri I cili shkon me një hoxh I cili është hafëz ose shket, po ndoshta do të më kallëzu ktina. Si bëhet umreja, pastaj më kallëzu ai xhamatit. Në të në kanë raste vallaj, aja kon filan veni, jo valla se më kon, pa e ke bo këtë, jo valla se më kon, po pse, po s'na kallëzu ke bo dhe heci. E mirë është, në thonë, kjo është si apel, apo me thonë, si informat që ta kenë, umregjia të lipe ofertat, të lipe ku shkon, me çka shkon, edhe të lipe sa natën atje, në thonë, ku janë hotelet, çfarë ushqimi ka, që me pas ma sigur, se njeriu shkon Stamboll edhe I shikon ofertat e Stambollit, ose shkon dikuni në Dubai. Valla ki ofertë, ki agjencioni ka këtë ofertë, ki agjencion këtë ofertë, kanë e ka dheqa, ka përvoj, s'ka përvoj. Në tonë, I shikon ku me një udhtim me cilën është 2-3 ditë, po ti të shku me një udhtim shpirtëror, udhtim e shpirtit. Umre nuk është udhtim me shku dhe me arë, po shkon për ta ngi, për ta eduku shpirtin tanë. Se pastrimi gjunave, edukimi shpirtit, larja gjunave, në tonë, ketë këto, ta ban që ti dush me shiku, në tonë, me kanë të shku edhe çfarë ofron kjo agenci apo ajo agenci. Hoxhë, konkretisht, çka ofron agencia juaj? Do më thonë, 5 natë në Mekë, edhe më konkret pak. Po, agencia jonë ofron, udhëtimi shkon me aeroplan, Prishtinë tash tetorin, nëntorin e kina ka Prishtina, janorin e kina nga Shkupi, me Turkishin, në tonë, pak është ma shtrenjt, po është ma rahat. Në tonë, nuk shkon dhe në Prishtinë, shkon në përmes Stambollit 2 orë, por këthimin e ki ka Medinja. Në tonë, shkon Gjidde, këthimin e ki ka Medinja. 5 ditë ose 6 ditë në varet për ofertave, çka I kemi në Mekë, edhe 3 ditë ose 4 ditë në Medine. Në tonë, në Mekë I kemi her pasere me 2 ushqime, po shumicën e rasteve në tonë është edhe vetëm me saballëk, pastaj darë ka paguhet ekstra se hotelet janë ashtu që janë me 5 yje, edhe ushqimet I kanë shumë shtrenjt darkën, po flas hotelet që janë me 5 yje afër çabas. Vizitat në Mekë, një vizitë kemi në Kom, në tonë rreth çabas, te shtëpia pejgamberit, në tonë vendi ku është lind pejgamberi alsam. Pastaj edhe do vizita tjera që janë rreth çabas. Pastaj një vizitë kemi me autobus, në tonë në Arafat, Muzdelife, në Minë, Shpella Hira, Shpella Thawr, çdo vizitat I bëjmë me autobus. Pastaj shkojmë në Medinë, edhe në Medinë kemi një vizitë kemi në Kom, rreth xhamisë pejgamberit alayhis salatu wasalam, do xhamia të vogla çka janë. Pastaj edhe varrezat e Medinës, edhe një vizitë kemi me autobus. Në tonë shkojmë kod xhamia e Kubas, në tonë që duhet me shku me fal 2 rekate, e shpjegojmë atë, pastaj është Uhudi, kodra e Uhudit ku zhvillu lufta e Uhudit, lufta e Hendekut, na herë në varet pi kohës, shkojmë e vizitojmë një nga baqet e hurmave, ndoshta në herë në thënë kemi shkuar dhe kemi vizituar është ajo bunari Othmanit radiallahu anhu që e ka blerë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ndoshta nuk ka deni shenjë deni send, po është vendi domethënë që e ka blerë bunarin Othman nga Jaudia dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë kush e blen këtë bunar për të shërbi muslimanëve të Medinës e ka xhenetin, e në varet për kohës, po që këto vizitat që janë kryesore I varri pejgamberit ose. Normal, edhe varri pejgamberit son ditën e parë. Aty shifën odat edhe gravet pejgamberit. Po shtëpitë që I ka pas apo dhomat që I ka pas pejgamberi alayhis salatu. Gratë e pejgamberit ose. Gratë e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Po, edhe pejgamberi që ka flet me gratë vete, në të dhomat e tij që ka flet me gratë që I ka pas, sa I ka pasaj. Do të thonë dhoma e Aishës, dhoma se gratë tona kanë qef ti shohin, aty. Qartë, po tash nuk ka ajo është mbulume, në to është mbulume, po ajo është çati është ajo vendi që kanë qenë dhomat e grave të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Në to shtëpia, se shtëpia e pejgamberit me xhamin ka qenë vetëm një perë dhe I ka dha. Do të thonë, shpesh herë pejgamberi alayhis salatu wasalam I ka fal sunetet te dhoma vete, edhe ka kshi xhamatin janë mbledh. Nëse jam mbledh, ka dalë edhe ka fal farzin. Do të thonë, edhe ka shpjegu hadithe ku thotë sunetet në shtëpi është më mirë se sa në thonë xhami, do të thonë ata që kanë mundësi, pa ata që s'kan mundësi, fal në xhami. E kështu me radhë. Edhe është edhe ajo baqa e xhenetit, do të thonë që është mes mimberit dhe shtëpisë është një baçe e xhenetit, po ajo nuk varet nga ne, po varet nga nusuki I agjencioni I Hajit dhe Umrës I Saudis. Deri tash s'kemi dështu, do të thonë këtë pikë,
na kanë dhënë kohë caktuar që me shku me vizitu. Do të thonë sipas kohës shkojnë umregjit edhe vizitojnë. Po ka pas raste që s'na kanë dhënë hiç, kanë pas do dallavere, kanë shit edhe e kanë nal. Ministria e Haxhit dhe Umrës e kanë nal komplet edhe s'kan dhënë. Do të thonë ajo hen momentin e bën rezervimin, momentin që hen njeriu në Saudi, edhe i thu që unë du me shku me vizitu Bashën e Xhenetit, ato t'japin ditë caktuar, orë caktuar, minutë, edhe pastaj shkon dhe i fal dy recate, do të thonë 2-4 sa do me falë kështu më radhë. Do është edhe një çështje me cek hoç, fotografia dhe video që i bëjnë umrexhit në Mekë në Medinë, ka plot që janë pro, do shumë ka që janë kundër. Për shembull unë kur kash e di, subhanallahu, pse kemi kësi paragjykus? Vishin komentet e llojit, a ki shku me bo foto, a ki shku me bo ibadet, ma se njani shku ke ban be ibadet le i fotot, videot, ama shkoku i fotove dhe videove, 2 persona, pasha Allahin, 2 persona janë lajmëru edhe kanë shku numre, që shtash mujnë që janë regjistru. Njoni i deçanit, bile që as namaz të ke s'kom falë as kur gjo, më ke inspiru suno pi fotove dhe videove që jam të unis për umre e kom pagujt. Shiko, nëse kjo ketë mvaret për njetit suno. Pa dhe? Mvaret njeriu në atë njetin që ka nëzirë foton. E nëzirë foton mu lavdru, apo e nëzirë për inspirim. Ose krenari me kalzu. Unë jam krenar musliman, vind qabe. Kjo është... Tash, këto është këtë qëllimi. Nëse ti e nëzirë foton, valla unë kam qenë, në shembull qabe, edhe ndoshta i falë vetëm një namaz, 2 namazë, edhe në hotel, në të thonë s'ke bo kërgjën. Ama nëse ti shkon edhe e nëzirë foton edhe mi u kalzu, shijojni këto të mirat e Zotit. Pikrisht. Në të thonë, shijojni, shiko, qabja, e kije, kiblja muslimanve, në të thonë, këtu vjen sakati, smunti, ke divin, edhe hajde o ti qka ki pare, hajde edhe bane umrën, se i kije se vap qkaq. E kje zemzemin, e kje tavafin, e kje safën, merva, në thonë, këtë këto vendet ku kalin për nga mërësem, shpela Hira, shpela Thor, e këto janë për ti inspiru, apo për ti nëzit njerëzit për më ardhë. Nëse e kinë këtë qëllën, së prish punë. Realisht nuk prish punë, se tash këtë nëzirin foto. Ama nëse tash, nëse e kje për lavdë. Ja, qëtër mesela, s'ka kur gjohët i se va. Ama da është ta me thonë noqë, wallahi billahi, dhe me thonë, se adi këto që paragjikust, po ka dale me vëllot, ato kujtojnë që ne non-stop, ne ina ullat i me një venë, veç bëjna foto, selfie foto, po ka dale, është 3 sekunde, milisekunde, e ban foton, e pastan, i badet ki 24 orë më mundesh me bëhë. Momente emocionale janë ato, që njeriu mi kallxu edhe familjes, elhamdulillah Allah më ka mundsu që më ardhën çaba ose shokëve, unë kam marrë çaba, hajdin edhe ju. Do të thonë nëse shkon këtë mënyrë, s'prish punë, besoj që nuk prish punë, se tash edhe funit ki këtë live sen, do të thonë ato videot apo namazet e sen, e ti tash ku shkon edhe i kallxu familjes se elhamdulillah Allah më ka mundsu, hajde inshallah dhe juve Allah ju ba mundson, domethënë marrë, në këtë rast nuk prish punë. E këtë varet për niyetit sonë. Po, niyeti. Nëse e ban niyetin, domethënë që ti inspirosh, që ti nxitish njerëzit për mas, prish punë. Ama nëse e ban për lavdë, për sen me kallxuçi, unë ku jam kone, atë këtë shikoni, domethënë çdo moment, domethënë foto, besoj që edhe kjo nuk është mirë. Nuk kam. Hoxhë, ju domethënë me umrexhiti e ofër non-stop, u kallzon ders, u shpjegon. Po, ne suno tash, ne kemi mësuar edhe atje, kemi studenti Medinës, studenti Medinës, do të thonë edhe shkollën e mesme dhe fakultetin, edhe mundohemi tash, nuk vjen sikurse me lavdru vetën, mundohemi me qenë afër umrexhis, se është 9 ditë. Edhe me shfryzu për davet, me kallxua, edhe që shiko, dënjo vjen edhe nuk janë të namazit, po shumë veta ja kanë nis namazit. Ose dënjo vjen pa mboles, për shumë veta pastaj shembull gratë, shembull qikat, motrat e tona janë mbulu. Edhe tash kur ne me ata e shfryzon për davet, tash s'kemi shkuar ti me fol për dunjë, tash fol domethënë për vendat historike, në të jetën e pejgamberit alayhis salam, jetën e Ibrahimit që shkar dhe ka e mundohemi me qenë afër. Shkoj tek punët, mundohemi me qenë afër, domethënë çato ditë çka jemi me ata,
me umregjit, në thonë, me qenë non-stop shërbim të tyre. Edhe jemi korrekte, edhe jemi, në thonë, edhe çdo sent e kemi të shkrume, në thonë, e kemi, në thonë, të kallxume para kohës, edhe jemi me ata non-stop, në thonë, në hotel, apo në qabe, apo edhe në Medinë kur shkojmë, edhe në vizita, në thonë, jemi non-stop me umregjit. Në thonë, se umregjia për qatë edhe vjen zati, di. Tash e foni namaz, pastaj ku do me shku. Tash ku ti bësh muhabet, ku ti kallëzosh, më tjetër e nin, do thonë, nin më lezet, do thonë atë udhim, do thonë e përjeton më mirë. Se sa me shku edhe me elan njeriu ose më shpeshherë, edhe kjo nuk është në rregull, thirrësh i ma pin qabe, o xho çka të bëj tash. E kam sos tretën, e kam sos katën, çka të bëj. Po ku e ki hoxhën? Po vallave se kam hoxhën. Kam marrë vet, ose ka shku vet, ose i kalon udhëhecje di. Edhe kjo nuk e shoh tudhës domethënë. Po nëse ti je me umregjit, edhe ma e kapin ma mirë, edhe e përjetojnë ma mirë, domethënë, edhe ato udhtim, edhe ato tavaf, edhe ato ditë, edhe ato net çka janë domethënë, si janë ditë e pakta, nuk janë ditë një muj ditë. Shemo 6 ditë me Mekë ose 5 ditë ose 7 ditë në varret për ofertave, shemo ti namazet me i fal në qabe, nëse se ki çdo namaz ka 100.000. Jo me shku në hotel ose shemo me shku valla unë smuj me dal, normal tash kur i kije larg mundesh me dal. Ama kur i kije afër, valla me shfrytëzoje se Allah ta ka mundsuar, ki paguajt mashtrin, ama shkon dhe i fal namazet qabe. Kur po thu çkit mashtrin po na trishton, sa është ajo mashtrin? Apo nuk ka shë mashtrin me Kallëzën është ai në fund çmimet ajo. Po ajo është për një person. 100-200 euro është dallimi, tash 100-200 euro aty ti ndoshta e ke pa edhe vet. Kur shkon mrena ditës janë rregjon, s'kan vlerë ata. Pse se ama kur ta di se abdesin kemi shkuar në qabe, në hotel kemi ndru, vallahi thu, vallahi ja bëj halal çato se kush do i pa autobusit këtë nxehtë, kallaballok e mushti, a ka klima, s'ka klimë, do të thonë tash edhe ja kanë nisë edhe umregjit mu interesu, se ndoshta përpara agjencioni ku i ka çuç atje, po tash duke pa oferta, duke pa në ton konkurrenta, në ton të shumta, secili mundohet sa më mirë t'ia boje, edhe sa më lehtë. Do të thonë ç'kjo është. Tash mund të më thon dikush, po tash se vabe edhe ai që udhton me autobus, mirë është, edhe ai se vab, po lodhat, njerëzitet, po qatë njërësit në qatë lodhen e të bojë ben tavaf. Ne i thëjna, qatë lodhen banë në tavaf. Zënë hotelin afër, pushon, po a do më lodhë, shko lodhë ben tavaf, e pse më lodhë në autobus. E pse më lodhë rrugës me shku. Shembo, gjimë sati me shku, gjimë sati me ardhë, 1 saat, 5 namazë, 5 saat tjetë në rrugë. A kërë ki hotelin afër, në thonë, qka ne mundohemi me jo afru umregjive, në thonë, shkon edhe vjen edhe i falë namazet në qabe. Në thonë, tash, kjo është pika shkurta. Jo se hoxho, kur thove hoteli afër qabës, kjo është edhe nuk hup edhe njeri se e ki nga qabës e ma men, që e hoteli jam. Po dhe kjo është një nga ato të mirat e hoteleve që janë afër, se duke bo tavaf suno e shef hotelin ku e kije. Del në bërë qabës e i thu që. Edhe e bën tavafin e shef hotelin, edhe ai mos ka çka të hupot. Edhe pse shemo tash kemi pas raste tash jo çdo herë, po që pleq sen që kur i kim autobuza, në thonë larg, po flas 2-3 kilometra, apo ma shumë ma pak, s'kan mujt me e gjetë, ose mu më janë lajmëru shembull, ka im taksi, s'ka mujt me ardhë me neve në grup, u ka dapi tavafit, edhe i ka im taksit, edhe s'ka mujt me gjetë hotelin, e u ka shëtit shembull, u ka shëtit një 4-5 saat, ose ka pas se ka 12 saat, dhe i sa ka në hotel. Po ata që janë, ajo është e mira e hoteleve që janë afër, se momentin që tu bo tavaf e shef edhe hotelin. Ose del pi qabës, më tonë e ki saatin më që është përballë qabës, edhe me saatin orientohesh hotelet që janë afër. Në kjo është hoteli jonë, edhe nëse hupët, ka pas raste që janë hup, edhe kur më janë lajmëru pi në hotel, që mëse s'ka pas internet me lajmëru, u da pi grupit, edhe ka shku në hotel, edhe më ka thonë, ojo, jam në hotel. Edhe ka shku shembull, edhe pse ka qenë herë e parë, pleq, kanë qenë herë e parë, kanë ardhur, po kanë shku në qabe, kanë hyrë në Wi-Fi, edhe janë lajmëruar, kanë thonë hoxho, ne jena në hotel, po se kemi buket, kemi shkuar, kemi marrë dhe kemi pru shembull dhe ka bu safran ose mervan, ose diçka ose si ka prej flokt. Shembull, ka pas raste se tash këtë kallaballok patjetër e kije, jo patjetër po
zakonisht dahen, sidomos plesht, mundën më hub, mundën më dap i grupit, e pastaj ka pak problem, nëse se moment autobusin për më kthi, ka pak problem më kthi fillimisht, dita e parë, se pastaj mësohet, ama dita e parë është pak problem. Ama kur ta kesh afër atë s'ka më ku të hub se ka përballë çapa sa dia. Po, po, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah i shpëlbeft, është për fund aki diçka më shtu. Allahu ja mundsoft çdo njënit. Amen. Në thonë që të shkon, ata që kanë, Allah ju ka dhënë pak pasuri, është mirë që shkon ta vizitojnë, sikurse e cekëm edhe në fillim, se është një përjetim e shpirtit, e nuk përshkruhet me fjalë. E njeriu kur shkon, e ndryshon në veten komplet. Kthehet këtë tjetër njëri. I le mëkatet, i le gjunat, i le të kalumet atje, edhe kthehet, në thonë, këtë me një njëri tjetër, në thonë, me një zemër tjetër, me një shpirt tjetër. Për këtë shkak ne lusim Allahun që Allahu atyra që s'ja ka mundsu me shku, po në thonë me shku sa më shpejt, ta shohin çabën, po pse jo edhe haxhin ta bën që është një nga shtyllat e Islamit. Të bëjnë dua, domethënë për muslimanët, domethënë që po maltretohen muslimanët, se është tash, se duaja ka mos pranohet, po tash është momenti njeriu kur është edhe pa gjunash, një nga momentet që edhe kur ti je pa gjunash, edhe në plakut, pse ose fëmijët kur i thu ban dua, ose ai cili domethënë është pak më i ditur, kur s'ka gjunahe, domethënë i pranohet duaja më lehtë se sa ai cili domethënë ka gjunahe. Për këtë çka momentin që i shkon domethënë tash Allah ja din më së miri aty, domethënë tash kujt na jafshin, po tash këto janë hadithat e pejgamberit që na kallzojnë, që janë momente që njeriu nëse shkon edhe viziton edhe bën umre, të fshihen gjonat, inshallah Allah ja mundson këtve. Amen. Shikues të nderuar, domethënë të interesuarit mundin me gjetë Hoxhën Rafet Zaimi në Facebook, në Instagram dhe me kontaktu për shkuarje në umre. Hoxha va ka dhënë detalet, po ashtu e keni reklamën tash para ekranit. Për çdo të interesuar mundin mu lajmëru në telefonin që e shihni para ekranit. Domethënë Aksa Travel Shkup ja ofron mundësit afër qapës, elhamdulillah me udhëheqës Hoxh Rafet Zaimi. Selam aleikum, shifemi të martën e ardhshme.